Një aksident i ndodhur ditën e djeshme pranë varrezave Tormajt në Shkodër ka quar në arrestimin e një 38 vjeçareje, e cila rezultoi se po drejtonte mjetin në efektin e alkoolit. Sipas policisë, Anë, banuese në Grut të Re, humbi kontrollin e automjetit dhe u përplas me 2 makina të parkuara, si dhe me një shtyllë ndriçimi. Ngjarja fatmirësisht nuk shkaktoi të lënduar, por vetëm dëme materiale. Kontrollet e policisë së Shkodrës kanë vijuar edhe në drejtime të tjera. Specialistët për hetimin e krimeve kanë proceduar në gjendje të lirë, MSH për kryerje punimesh ndërtimi pa leje, BV për dhunë psikologjike ndaj babait, XP i kapur duke transportuar 3 metër kub dru të prerë në mënyrë të kundërligjshme, të cilat janë sekuestruar. Po ashtu në prokurori janë referuar materiale për një rast dëmtimi prone, pas denoncimit të 70 vjeçarit MM, banues në lagjin Manusha Limani, i cili konstatoi xhamin e automjetit të tij të thyer gjatë ditës së djeshme. Materialet janë dërguar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.